Zjarri përfshin kodrat e Sarandës, ndërhyrja nga toka dhe ajri neutralizojnë flakët. Një zjarr i përmasave të konsiderueshme përfshiu pasditën e të mërkurës kodrat e qytetit të Sarandës, duke krijuar për disa orë shqetësim për banorët dhe subjektet që ndodhen në afërsi të zonës së përfshirë nga flakët. Vatra e zjarrit u shfaqi rreth orës 17 dhe favorizuar nga era, flakët nisën të përhapen me shpejtësi në sipërfaqet me bimësi. Situata u bë më problematike për shkak të afërsisë me disa struktura dhe subjekte hoteliere, të cilat ndodheshin pranë zonës ku po përhapej zjarri. Megjithatë, pas njoftimit drejt vendit të ngjarjes, u nisën shërbimet zjarrfikse të Sarandës, të cilat nisën ndërhyrjen për izolimin e vatrës dhe parandalimin e përhapjes së flakëve drejt zonave të banuara dhe subjekteve turistike. Në ndihmë të forcave zjarrfikse të Sarandës, mbërritën edhe mjete zjarrfikse nga Delvina dhe Konispoli, duke shtuar kapacitetet në terren. Për shkak të terrenit dhe përhapjes së flakëve të favorizuara nga era, ndërhyrja nga toka u mbështet edhe nga ajri. Në operacion u angazhua një helikopter i forcave të armatosura, i cili ndërhyri për shuarin e vatrave më problematike dhe ndihmoi në frenimin e përhapjes së zjarrit. Ndërhyrja koordinuar nga toka dhe ajri bëri të mundur që flakët të lokalizoheshin dhe të mos përparonin drejt subjekteve hoteliere që ndodheshin fare pranë. Pas rreth 2 orësh ndërhyrje, situata nisi të stabilizohej. Rreth orës 19 zjarri u arrit të shuhet plotësisht, ndërsa ekipet në terren vijuan kontrollet për të shmangur mundësinë e riaktivizimit të ndonjë vatre të mbetur. Pavarësisht afërsisë së flakëve me disa struktura turistike, ndërhyrja në kohë e shërbimeve zjarrfikse dhe mbështetje nga ajri bëri të mundur shmangjen e situate më serioze. Deri në shuarjen përfundimtare nuk u raportuan probleme me banesat apo subjektet hoteliere. Zjarret ka qenë një problem i përsëritur gjatë muajit gusht në territorin e qarkut të Vlorës. Në javën e fundit janë regjistruar disa vatra zjarri në zona të ndryshme përfshirë territorin e bashkisë Vlorës, Elenicës, Sarandës dhe Himarës. Temperaturat e larta, bimësia e thatë dhe era kanë krijuar kushte të favorshme për prapjen e shpejtë të flakëve, duke detyruar shërbimet zjarrfikse të jenë në gatishmëri të vijueshme. Në disa raste është kërkuar dhe ndërhyrja nga ajri për shkak të terrenit të vështirë dhe pamundësisë së mjeteve zjarrfikse. Autoritetet vijojnë monitorimin e zonave të prekura, ndërsa u bëhet apel qytetarëve dhe pushuesve të tregojnë kujdes së shtuar gjatë ditëve të nxehta dhe të raportojnë menjëherë për çdo vatër zjarri.